Një polic femër në ekipin e saj u nis për të kërkuar një vajzë të vogël që thëret 911 dhe thot se mamaja e saj nuk po zgjohet. Rrethanat morën një kthes të tmerrshme kur oficerja hyri në shtëpinë e saj atë mbrëmje. Policët ishin më të zënë se zakonisht në stacionin e policisë atë ditë për të hetuar një vrasje. Të gjitha linjet e ndihmës ishin të zënë me thirrje të dërguara në urgjenca të ndryshme nga i gjithë qyteti dhe më pas pati një telefonat të çuditshme nga një vajzë e vogël. 911, cila është urgjenca juaj? Dispečeri u përgjigj ndërsa një heshtje e frikshme u përhap në sfond, e ndjekur nga një zë i fortë, fishkëllim në marrës. Jam e uritur, mami nuk po zgjohet tër ditën. Një vajzë e vogël foli teksa shpërtheu në lot. Ku jeni ju? Unë nuk e di. Mami më tha të telefonoja 911 nëse do të isha në telashe. Më pas, dispečeri e shtiu vajzën për më shumë detaje rreth vendodhjes së saj. Qetëso dhe si e ke emrin? Megi. Në rregull, Megi, a mund të më thuash adresën tënde? Megi i tha dispečerit adresën ku jetonte më parë, por ajo nuk e dinte se ku ndodhej aktualisht. Megi, a mund të më tregosh për vendodhjen tënde aktuale? Mund ta përshkruash? Edhe pse vajza e vogël nuk e dinte adresën, ajo mundi t'i jepte oficerit një pamje të dhënash për vendodhjen e saj aktuale. Unë mund të shoh shtëpi të mëdha gri jashtë. Ka një qen të madh të zemruar, leh jashtë. Ka pemë në një portë të thyer jashtë. Në rregull, Megi, qëndro aty ku je. Ne po dërgojmë ndihmë menjëherë. Më pas detajet i u kaluan oficeres Nancy 34 dhe ekipit të saj. Ata u larguan menjëherë në kërkim të vajzës dhe arritën në adresën e parë që ajo kishte dhënë. Policët marshuan drejt adresës dhe shikuan përreth për detaje që përputheshin me përshkrimin e vajzës, por pan se ishte krejtësisht ndryshe. A ka ndonjë aty? Nancy trokiti në derë, por askush nuk u përgjigj. Ajo shikoi në dritarën e xhamit dhe pa se brenda ishte e rrësirë dhe pluhur, dukej se nuk kishte jetuar askush për një kohë shumë të gjatë. Më pas Nancy u kontrollua me fqinje të mësoi se një familje prej 3 antarësh, një burr, gruaja e tij dhe një vajzë e vogël me emrin Megi jetuan atje. A e dini se ku janë ata tani? Jo, oficer, një burr i tha Nancy. Pasi zoti Jake vdiq në një aksident 6 muaj më parë, gruaja dhe vajza e tij u varfëruan shumë. Pronari i dëboi ata sepse nuk mund të paguanin do qiran. Nuk e di adresën e tyre, por dëgjova nga një mik që i kishte parë në një zonë të varfër 12 milje larg këtu. Nancy ndoqi të dhënat dhe u nis për në atë vend, po e rësohej dhe për t'i bërë gjërat edhe më keq, zona ishte pa energji elektrike. Pusho një sekond. Nancy heshti një oficer tjetër pasi ndëgjoi një zhurmë të dobët të një qeni që lej diku shumë larg nga vendi i tyre. Ajo kujtoi Megin duke përmendur një qen që vazhdimisht lehte pranë vendodhjes së saj. Kjo mund të jetë rruga, le të shkojmë në këtë anë. Nancy udhëzoi ekipin e saj ta ndiqte dhe mbriti në një shtëpi të vogël, të shkretë. Ajo ndezi elektrik dore për të parë qartë dhe vuri re një siluet të dikujt pranë dritarës. Ajo pa nga afër dhe pa një vajzë të vogël që qante dhe tunte dorën për ndihmë. Një qen endacak lej vazhdimisht jashtë dhe u drejtoi policëve. Nancy mori shpejt një guralec dhe hodhi në drejtim të qenit, duke friksuar atë. Pastaj ajo hapi derën me shqelm dhe hyri brenda, duke marrë me mend pak se çfarë kishte brenda. Është gjithçka në rregull? Jemi këtu tani? Jam e uritur, mami nuk po zgjohet, ajo po fle. Ajo vazhdoi të ankojë vazhdimisht. Nancy e çoi Megin jashtë dhe e futi në makinë. Ju lutem, jepni disa biskota. Unë do të kthehem menjëherë. Ajo i tha ekipit të saj dhe u kthye brenda për të kontrolluar se ku ishte nëna e Megit. Ajo e kërkoi gruan në çdo cep të shtëpisë, por nuk e gjeti. Ndërsa vazhdonte të kërkonte, gjeti një derë për të shkuar në bodrum. Ajo hyri brenda dhe gjeti nënën e Megit të shtrirë pa ndjenja në dysheme.
nëna e Megit kishte vdekur. Oficer, hyni këtu shpejt. Nancy u trem dhe menjëherë njoftoi mjekët dhe shërbimet sociale. Pak më vonë, një ambulancë briti dhe mori trupin e gruas për të marrë për autopsi. Nancy nuk dinte si t'ia tregonte lajmin Megit, sepse ajo kishte menduar se mamaja e saj po flinte. Si do t'i them asaj që nëna e saj ka vdekur? Pyeste veten Nancy. Mami, pse po e merrni maman time? Prisni. Ku jeni duke e quar maman time? Megi vrapoi pas ambulancës. Nancy e ndaloi, e shtrëngoi fort dhe u përpoq ta ngushëllonte atë. Mami do t'jetë mirë. Bëhu një vajzë e mirë dhe ndëgjo çfarë të them. Jo, dua të shkoj te mami, më lër. E dashur, mami do të kthehet, do të qëndrosh me mua deri atëherë. Megi filloi të qante. Ajo shtrëngoi arrushjen e saj të vogël prej pelushi, kur pas pak qastesh mbritën shërbimet sociale. Ata i thanë Nancy se vajza do të dërgojnë në një shtëpi kujdesi për disa arsye. Policës nuk i pëlqeu ideja dhe e lëndoi më shumë se ç'mendonte për ndikim që do të kishte tek 5-vjeçarja Megi, kur të mësonte se nëna e saj kishte vdekur. Ajo tha, jo, unë do ta çoj fëmijën në shtëpi sonte. Ajo duhet të pastrohet, të hajë dhe të qetësohet. Unë do ta sjell atë në stre nesër. Pavarësisht rreziqeve, Nancy e çoi Megi në shtëpi. Zoti im, e dashur, kush është kjo? Jacob, burri i Nancy, ishte i shtangur kur ai u përgjigj në derë dhe pa Nancy duke mbajtur Megi në gjumë në krahët e saj. Do të tregoj gjithçka, zemër, por jo tani, jam e lodhur. A mund të ham së pari? Dhe e gjeta trupin e nënës së saj në bodrum. Nancy tregoi gjithçka Jacobit. A e di vajza këtë? Jo, nuk di si t'ja them asaj. Ajo ende mendon se nëna e saj është mirë në spital. Zemra e saj do të thyet kur të mësoj të vërtetën. E mira, por për sa kohë do ta mbajmë me vete? Jacob e pyeti kur Nancy i ra një ide e çuditshme në kokë. Atë natë, pasi Megin e zuri gjumi, Nancy tha, i dashur, po mendoja pse nuk e adoptojmë Megin. Ne jemi duke u përpjekur për një fëmijë për një kohë shumë të gjatë. Vërtet nuk e di se çfarë nuk shkon me trupin tim. Analizat janë në rregull, nuk ka komplikime, por nuk e di pse nuk jam në gjendje të mbetem shtatzën. Nancy dhe Jacob nuk mundën të kishin fëmijë për disa vite. Ata provuan çdo metodë për të pasur fëmijë, por pa rezultat. Në një moment, Nancy kishte hequr dorë nga ideja për të bërë nënë dhe filloi të fokusohej tërësisht në karrierën e saj. Ajo ishte raskapitur dhe ishte vazhdimisht me energji negative, duke supozuar se ajo kur nuk mund të duronte një fëmijë. Duke qenë rreth Megit, e shëroi zemrën e saj të pikëlluar edhe nëse do të kishte kaluar vetëm disa orë me të. I dashur, shikoja atë, ajo është një angjull i vogël që ka nevojë për dashurinë dhe mbështetjen prindrore. Ajo do të dhurohet për birësim dhe ndonjë çift i rastësishëm do ta adoptoj. Pse nuk e marrim ne me vete? Ajo është një mrekulli e vogël, kaq e bukur. Çfarë mendon? Jacob reflektoi mbi fjalët e Nancyt ndërsa shikoi Megin, e cila ishte shumë në gjumë mes tyre. Ai ndjehu se pafajësia dhe prania e saj shfuqizonte zgavrën në jetët e tyre dhe kuptoi se ky ishte gëzimi që ai kishte dëshiruar gjatë gjithë jetës së tij. Nuk kishte rëndësi për të që Megi nuk ishte fëmia e tij biologjik. Sipas tij, një familje kishte të bënte me dashuri dhe kujdes, jo me gjenetik. Jacob ra dakord për birësimin, por sfida tjetër e madhe ishte se si do të reagonte Megi për të parë funeralin e nënës së saj. Të nesërmen, Nancy e la Megin në shtëpinë birësuese, duke premtuar se do të vinte për të së shpejti dhe e çoi në funeralin e nënës së saj, 2 ditë më vonë. Ankthi filloi kur Nancy e çoi Megin në arkifolin e nënës së saj. Ajo nuk dinte si t'i tregonte voglushës se nëna e saj kishte vdekur nga një atak në zemër, siç u zbulua në autopsi. Zemër, qëndro këtu. Ky vend është kaq i qetë, apo jo? Ajo u përpoq ta shpërqendronte Megin. Po plot flutura, lule dhe qiri.
Për çfarë janë ato kryqe dhe çfarë ka në atë kuti të zezë? E gjora Megi nuk e dinte se ishte një arkivor që mbante trupin e pajet të nënës së saj. Zemër, ndonjëherë, kur Perëndia na do dhe bëhet tepër mbrojtës ndaj nesh, ai na fton në shtëpinë e tij në parajs dhe ne mund të jetojmë me të përgjithmonë. Një shtëpi në parajs, u habit Megi. Po e dashur. Po, mami, ku është? Unë dua ta shoh atë. Zemër, mamaja jote ka shkuar për të jetuar me Zotin dhe ajo më tha të kujdesem për ty. Do të dish gjithçka kur të rritesh. Zemra e Nensit u coptua pasi nuk mund t'ia shpjegonte më tej Megit. Lotët e saj rridhnin pafund në sytë e saj, ndërsa ajo përqafoi vajzën dhe kuptoi se ishte koha për të marrë vendimin tjetër më të rëndësishëm të jetës së saj. Disa muaj më vonë, Jacob dhe Nancy e adoptuan Megin përmes një feste bujare me miqt dhe familjen për të festuar gëzimin e tyre. Jacob ngriti një dolli dhe i qeshura e tij mbushi një festë në shtëpi. Mendova se dita më e lumtur e jetës sime ishte kur takova Nancy, por kur pash gruan time duke mbajtur një mrekulli të vogël në gjumë në krah dhe kur më pyeti se a mund të ishim ne prindërit e saj, nuk mund ta mohoja kënaqësinë e të bërit baba, gëzuar për familjen time të lumtur prej 3 antarësh. Nancy e ndërpreu Jacobin duke i thënë: Jo zemër, jo 3. Ai ishte i tronditur. Ne do të jemi një familje lumtur prej 4 antarësh. Ajo zbuloi duke i dorëzuar atij një zarf me një test pozitiv shtatzanie. Jacob nuk u besonte syve dhe ishte me të vërtet njeriu më i lumtur në botë. Lutjet e Nancyt i u përgjigjen më bukur në kohën e duhur. Jacob ngriti një dolli dhe lot gëzimi i dilnin nga sytë.